Udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, është vrarë në një sulm nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli. Irani përgjigjet tani. Udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, është vrarë në një sulm të madh të ndërmarrë nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli, konfirmoi media shtetërore iraniane në orët e para të së dielës. Ai ishte 86 vjeç dhe drejtonte Republikën Islamike qysh nga viti 1989. Sipas raportimeve, Khamenei u vra në një sulm ajror, që shënjestroi kompleksin e tij në qendër të Teheranit. Fotot satelitore të publikuara nga Airbus tregojnë zonën e bombarduar rënd. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi më herët për vdekjen e tij, duke thënë se kjo u jep iranianëve mundësinë më të madhe për të rimarrë në dorë vendin e tyre. Kabineti iranian e quajti sulmin krim të madh dhe paremëroi hakmarrje, ndërkohë Irani nisi kundërsulme me raketa dhe dron drejt Izraelit dhe bazave amerikane në rajon. Në Tel Aviv, një grua humbi jetën si pasojë e goditjeve iraniane. Shpërtime u raportuan në Teheran, si dhe në disa vende të tjera në lindjen e mesme, përfshirë Bahreinin, Kuvajtin dhe Katarin. Një shpërtim masiv goditi kryeqytetin e Iranit të dielën, ndërsa ushtria izraelite deklaroi se përgodiste objektiva në qendër të Teheranit. Më herët Irani kishte lëshuar raketa drejt një liste gjithnjë në zgjerim të objektivash në Izrael në Shtetet Arabe të Gjirit, si hakmarrje për vrasjen e liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli. Shpërtimi në Teheran ngriti një rre të madhe tymi në qiell dhe tronditi tokën. Ai duket se ishte përqendruar në lagje ku ndodhet selia e policisë së vendit dhe televizioni shtetëror iranian, si dhe gjykata revolucionare e Teheranit dhe një ndërtesë e Ministrisë së Mbrojtjes. Sulmi i përbashkët SBA Izrael ndaj Iranit erdhi pas javësh tensionesh, ndërsa administrata Trump kishte grumbulluar forcën më të madhe të anijeve luftarake dhe avionëve amerikanë në lindjen e mesme në dekada. Presidenti këmbgullte dhe synon një marrëveshje për të kufizuar programin për ta marrë Tiranit. Irani u përgjigj goditjeve SBA Izrael duke lëshuar raketa dhe dron drejt Izraelit dhe duke shënjestruar instalimet ushtarake amerikane në rajon. Khamenei në fakt nuk ka pasardhës të njohur. Vrasja e liderit suprem 86 vjeçar duke se nuk do krijojë një vakum udhëheqës, duke qenë se ai kishte fjalën e fundit për gjitha politikat madhore gjatë dekadave të tij në pushtet. Shefi i shtabit të ushtrisë, ministri i mbrojtjes së Iranit u vran gjithashtu në një sulm ajror. Shefi i shtabit të ushtrisë u vra që ishte në shënjestër në një mbledhje të Këshillit të Mbrojtjes së vendit, raportoi të dielën televizioni shtetëror iranian. Sipas ushtrisë amerikane, objektivat përfshin në strukturën e gardës revolucionare, sistemet të mbrojtjes ajrore dhe baza raketore. Izraeli deklaroi se gjatë operacionit u vran dhe komandanti i gardës revolucionare dhe ministri iranian i mbrojtjes. Sulmet vijnë pas muaj tensionesh dhe negociatash të dështuara për programin për ta marrë iranian. Administrata Trump kishte rritur ndjeshëm praninë ushtarake në lindjen e mesme. Vrasja e Khameneit hap një kapitull të ri dhe të rrezikshëm në përplasjen SBA Iran dhe me pasojë të mundshme për stabilitetin rajonal dhe tregjet globale, veçanërisht nëse preket ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës kalon një pjesë e madhe e eksporteve botërore të naftës. Sipas raportit të Associated Press, Irani paremëroi se përgjigjja do të jetë e ashpër, ndërsa komuniteti ndërkombëtar po reagon me kujdes nga frika e një lufte më të gjerë në rajon.